Jemi gati, 3, 2, 1. Amanet! Në telefona. Ua, se kësha të gjua si herë kështu. Që bën inteligencë artificiale, Po pra. Është e vërtet, e vërtet? Të të prek pak? Amanet! Të vërtoj. Amanet të të prek një. Më je ti apo jo? Provoja. Këtë i vogël. Ej. Dëgjo. Po pse si shkoj? Po, Qa ndodhi? Sikur, shtrishim njërë, para se? Po mirë Doja shkoj. të rria akoma, apo? Me qef po. Kur ja ty brënda ke ca momente thu, se gjej më vetën, du të dal, malli për prindrit. Kishe një feedback shumë të mirë dhe ishte gati e pabesueshme çdo dilja. Unë, e parë nga këndvështrimi, them që e ke shijuar. Edhe ajo që do më mungoj është ajo amanet nuk do dëgjohet më brenda shtëpisë aq shumë, por që kënga do vazhdoj të jetë akoma më shumë e pranishme. Një nga kolonat zanore të Big Brotherit kam përshtypjen, do mbetet. Absolutisht po, edhe ka qenë base një nga memes memet më virale, se ti nuk e di a ke arritur do t'i shohësh apo jo. Po, disa më kanë qu dhe kam qesh me lot, jam shumë e lumtur që kam qenë pjesë edhe e memeve, se kisha nevojë edhe për pak hilaritet, aty brenda nuk qeshej shumë. Si e more vendimin? Ka qenë shumë e lezetshme, se ftesat unë i kam marrë disa vite rresht, po thjesht nuk kam qenë gati, nuk ka qenë momenti. Dhe këtë vit, me njerë pas këngës magjike, me gjithë bumin që mori Amaneti, mendova që ishte fiks ai momenti, aq prezente sa isha në treg, me njerë pas festivalit. Shto këtu edhe ne do të pagjum, që kishë ndodh, isha po stërvitesha me gjën, dhe thash... Pse jo? Pse jo? Si ishte? Si do ta përshkruaje? Gjithë eksperienca ishte intense. Për vetë emocionet që t'jepte, çdo gjë që ti ndjeje jashtë, ishte fiksi jeta reale, kiq lojën që duhet t'i jepje shumë vëmendje, po çdo emocion tjetër ka qenë herë 1000. Sa u ndjeve e sulmuar apo e vënë në lojë, kishte presion nga lojtarët, që ngacmimet, të tepruara, detajet që të vinin në siklet? Po unë vetë nga natyra që kam, zura një rol her pas here dhe pacifisteje aty. Pra, në momentin që shija situata që mund të ndërhyja edhe për natyrën shumë të drejtë që kam, do t'jepe një mendim, do t'jepe një opinion, kisha qëndrimet e mia. Fillova që të bëhesha ur komunikimi për disa njerëz që përkisin në disa pole të ndryshme. Zgjodhe që të bëje urën e komunikimit dhe të luaje lojën e të tjerëve më shumë se sa të luaje lojën tënde, në kuptimin që jo se e bëre qëllimisht, po mbase është në natyrën tënde më shumë, do me thënë që t'jesh paqësore dhe t'jesh një njeri që nuk krijon konflikte, dhe që në fund mos ta luash atë lojës. Në tentativë për të bërë kjo urë komunikimi, unë të futesha komplet në linjën time të lojës, sepse ç'a doja të bëja unë fillimisht, mbi çdo gjë tjetër, ishte që të zhdukja nga subkonscienca e të gjithë banorëve aty, idenë se unë isha një aleate që para se të niste loja, që nga prajmi i parë, që nga prezantimi, ku mua më asociuan me njerë me mirin. Jemi në late night blog, po nëse do doje që dikush të të njihte për atë që ti je, si ta përshkruaje veten? Kush është Lorea? Është një vajzë me një botë të brendshme shumë të bukur. Kam përshtypjen që është shumë e ndjeshme. Jam shumë e ndjeshme. Kjo është e bukur. Kjo është shumë e bukur. Dhe kjo mendoja unë që ishte edhe një kartë që aty do më vlente, siç më vlen edhe në jetë reale. Gjithmonë ka një magnetizëm. Si e zbulove, si e... Aman, ose më shiko ma të sy shu. Aman apo Amanet? Amanet. Aman et. Aman et. Aman, se nuk po dita në qatë të pyes. Piti qka, Drin? Po nuk po edhe të pi edhe pastaj. Pi. Pastaj të harroj fare ku jam. Dhe me qëra fjala këtu, ai momenti që
brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, kur të gjithë kishin pritshmëri të kuptonin se kush ta kishte rrëmbyer zemrën, ishte një nga pikat më interesante aty brenda. Edhe mbaj mend që të gjithë jashtë komentojnë, "Ore, ka njeri, është me njeri Lore apo nuk është?" Po ata brenda e vun shumë shpesh në diskutim, po, edhe brenda. Shumë shpesh në diskutim. Unë nuk arrita do ta gjeja fiks se kush po përhapte këto fjalët që unë e përdorja këtë për lojë. Këtë gjë? Nuk dukej e besueshme nga banorët brenda se mund të kisha dikë, dukej sikur bëj lojë. Po e përdorja për lojë, po fshija diçka. Ty ndërkohë të interesonte, domethënë do doje që ta përdorje këtë si kartë, ke menduar ndonjëherë ta përdorësh këtë kartën e të qenit e lidhur apo jo e lidhur? Për sa kohë që unë e di që në Big Brother dy strategjitë më të forta janë romanca dhe konflikti. Nëse nuk do isha në një marrëdhënie jashtë, unë të futesha single dhe mund të ishte një gjë që po të vinte natyrshëm, do ta bëja aty brenda. Por ama të luaja personin single aty brenda, ndërkohë që kisha një marrëdhënie jashtë, më dukte Ke parë tërheqje aty brenda? Ka ndonjë ka nisur të ketë, kishte nisur pak të bëj posa ishte ti, të kishte ndonjë tërheqje apo ndonjë flirtim mes banorëve në shtëpi? Nuk vura re në një gjë konkrete. Po ajo video që më sollën mua në Prime-in e dytë, ku mu bë dhe mua një trekëndësh aty brenda, edhe pse mua më dukej shumë funny e gjitha, shumë e lezetshme, se mua më prisnin të bari me komplimente, kisha shumë banorë që pëlqenin muzikën time, shpesh shpreshin, po flirt real unë s'kam djerë. Po as ndaj meje. Kjo historia e malit u komentu gjithandej. Vërtet. Po. Më besoj, domethënë që Ore, flirtoje, domethënë pati flirt apo s'pati flirt? Unë s'pash në një gjë, dhe nëse ajo ka qenë loja vetë e flirtit, nuk funksionon. Ndro game. Ndro mënyrën si ndro stil. Si propozohet, ëh? Jo, nuk funksionoi. Unë imagjinoj aq sa nuk depërtoi, jo të funksiononte. Ka pasur disa komente në një program, bëri përshtypje, e jemi shumë chill, kam vështirë mund të pyes. Nuk e di, ishte një program dëgjova që ti kisha pasur një tërheqje për Brikenën, në mos gaboj. Po, sikur kishe një... Ma kanë quar këtë, edhe... Unë i kam shumë qef gotën, përgjithësime se... Po kujdes se do t'i marrin këto deklaratat dhe do t'i... Po nuk t'i marrin si duan, unë lidhur jam. Është Brikena ai personazhi aq gentle, sensitiv, i kujdesshëm, se ka komente nga më ndryshme. Si ta përkufizojeve? Si ka qenë me ty? Unë e kuptoj tani që kam dalë, që Brikena ka dalë si një vajzë shumë populiste, edhe me një kod moral shumë të fortë. Por çfarë mendoj unë që Brikena mundohet të luftoj gjithkohës është ajo vajza një dimensionale që perceptohet nga njerëzit jashtë. Stereotipizimi që krijon. Po, gjithkohës, ajo bukuroshja, goca seksi, dhe është munduar gjithkohës brenda, mundohet të japi të kundërtën e kësaj, të japi edhe thellësi, të japi edhe këtë vajzën super të kujdesshme, shumë të sjellshme. Po ajo ishte një nga banorët aty brenda që nëse të donte me shpirt, nuk kishte lojra. Mund të të pyes si ka nisur marrëdhënia edhe me muzikën? Si nisi të ndërtohej? Unë muzikën e kam pas një formë arratisje nga gjithë përditshmëria ime, që fëmijë. Kam dëgjuar shumë muzikë, kam prindrit muzikdashës të mërshëm dhe më kanë rritur me muzikë shumë të mirë. Të dy? Të dy. Muzikë shqiptare shumë të mirë, italiane, angleze, franceze, edhe... Pra mund të themi që kanë qenë ata që e kanë kultivuar këtë dëshirën tënde për muzikën. Po. Pse, mban mend fëmijërinë tënde vërtet mbushur me muzikë nga prindrit, vërtet. Edhe më këndonte babi. Më këndonte babi në njerë kështu edhe para gjumi. Ban mend në një këngë për shkak që këndonte edhe që e kujton?
ka qenë një këngë franceze dhe shumë e lezetshme. Ishte C'est une poupée qui fait non, 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 non. Toute la journée, elle fait non, 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 non. Elle est tellement jolie. Sa e bukur. Dhe thosh dhe është një kukull e vogël që bën gjithkohës Mos e vazhdo më shumë se jeni edhe në late night edhe tamam një ndjesë shumë e bukur. Një kukull e vogël thotë që thotë gjithmonë jo. Edhe mami kishte të njëjtën pasion për muzikën. Të njëjtën pasion për muzikën dhe shumë të intonuar të dy. Kështu që intonacionin, do të thënë veshin tim muzikore kam trashëguar totalisht nga ata, dhe pse s'e marr me muzikë. Si është familja? Do të thënë ke një vëlla? Kam një vëlla më të madh. Është më i madh, po? Dhe nuk jeton në Tiranë. Jeton jashtë, po. Prej vitesh? Prej vitesh, bashkë me partnerin e vet, jeton në Frankfurt. Edhe vllai ka qenë shtysa kryesore për që unë të merja këtë drejtim që mora me muzikën. Ka qenë ai që e ka dashur shumë. E viziton apo vjen ai apo me sa mundësi të dyja. Unë para se të futesha në BIK, kisha shumë muaj pa e parë. Të mungoj familja brenda në shtëpi, kam përshtypjen që duhet të ketë munguar shumë. Besoj që ata janë familjarët, janë ata që na mungojnë më shumë apo jo. Da 31 dhjetor për mua ka qenë fatale. Një vit i ri vetë, si është vetëm për fatale. Larg familjes. Kjo për faktin edhe sepse vllai im nuk ka qenë këtej. Nuk ka qenë në Tiranë që të festonte me ata, se ishte në një fazë lëvizje me shtëpinë andej. Dhe vetëm ideja që kisha prindrit vetëm në shtëpi, unë mund ta kem kaluar atë ditë në BIK, vajtje ardhje në tualet duke qarë. Të gjithë kohës, po. Dhe më kam mbajt në këmbë vetëm një shfaqje që ne bëm për darkën e vitit të ri. Po. Aty brenda Odrin, them të vërtetën, unë kuptova diçka dhe po mundohesha që ta aplikoja. Nga njerëz të ndryshëm aty njerëz të ndryshëm aty brenda mund t'i përdorje që të nxjerrë anë të ndryshme të karakterit tënd. Pra nëse rrije me Vrenozin, e dije që do bëje një gallat. Që se rrija me Selin, do të tregoja anën time shumë sociale. Që se rrija me dikë tjetër anën konfliktuale. Kisha njerëz që e dija që ishin të vetme që mund bëja biseda njerëzore. Po, mami, vetëm duke bërtitur që nuk të imagjinoj do aty brenda. Ora unë kam të kundërtën. Bërtit një herë të dëgjoj një herë. Duket sikur vetëm ti sigurisht se nxjerr zërin vetëm për të kënduar. Ora unë kur nervozohem e ul më shumë. Si më shkoj bas bariton kur nervozohem. Fokusohem shumë edhe bëhem shumë ti me nerva? Unë me gishta më vesh, bërtisja. Ose nuk ishin ata aq kurioz, ose të aftë të më nxirrnin mua këtë anë të karakterit. Të jemi sinqert, unë në BIK jam futur edhe për të zbuluar të gjëra ekstra për veten, edhe i kam marrë seleksione shumë të mira. Po këtë super nevrastenikën, këtë nervozizmin me ulërima, me ngritje zëri, mos më nxorri dot njëri. Që jemi këtu disa ronës, Eurolabit, kompanisë e cila na mbështet në realizimin e Late Night në blog, por me qenë se jemi tek disa ronët Eurolab, shumë falenderime edhe për ujin Selita që na mbështet gjithashtu përmes prezencës në këtë program. Falenderime si gjithmonë edhe kompanisë Brunes që është me ne, dhe të gjithë sponsorëve të tjerë të cilët na qëndrojnë besnik dhe që janë me ne. Tani pas kësaj disa ronës, unë pres ta shkriftojmë bisedën, sa. Je gati? Jep. Po sa ku ke që e lidhur një? Po çto ti më shihon tënde? Gati një. Në qëra fjala njërë, ky ta marrën këtë se... Jo, me kujdes. Nuk më duhet kaq pak, jo. Të ka, do më thënë, si e pritit eksperiencën tënde e daljes nga shtëpia? Ishte shumë suportiv edhe shumë krenar me gjithë ecurin time, rrugtimin time aty brenda, po si të gjithë njerëzit afër meje edhe të revoltuar me daljen e parakoshme, po themi. Po kam përshtypjen këto janë të pritshme nga njerëzit që ti ke afër. Është nervoz i madh kështu? Është nervoz. Është nervoz. Ngre zërin. Ti çaj thua kur ngre zërin?
Jo, jo. Amanet. Amanet, këtë zërin. Ule. Jo. Mirë që e ke shtonë me vërtet këto. Shikon, kjo nuk ka rëndësi, unë kam thënë shumë gjëra ti, po një nga gjërat Moj tani se çka ka Po një rëndësi nga në këtë gjëra- emision. ti, do t'i shpit. E vendosim bashkarisht. Unë një gjë i kam thënë aty kur dola, në momentin e parë që mora telefonin edhe bëra të telefonatat mamit, babit. Thash nuk po i bëj telefon, thash, po i çoj një mesazh. Dhe i shkruajta. Am do akoma? Se thash me vete tani E kam, po, droni erdhi, po Po. tani droni ishte porosit Edhe përgjigjja ishte edhe pyet, ë? më Të du më shumë. Më shumë se para, po. Më shumë se dje, më pak se nesër. Ti gjetur gjithmonë në jetë atë që ke dashur, apo duket sikur ndonjëherë jeta të ka sprovuar pak, të ka vënë pak në vështirësi për të arritur aty ku ti do të shkosh? Në sens profesional është ajo familja studio që unë kam edhe bashkëpunoj gjatë gjithë kohës. Kjo ka qenë bekimi më i madh për mua në jetën time artistike. Pastaj sprov është çdo ditë që unë luftoj si me veten, ashtu edhe me tregun për të sjellë njerëzi, për të bërë një revolucion. Kjo është sprova ime, lufta ime më e madhe, për të lënë gjurmë. Dëgjoj. Po? Ore, pa ato sytë që i kështë lyer ashtu. Qa ishte ajo? Si i kështë bërë? Kushtë i si që ndodhet? Qa ndodhet? Ajo ishte një tjetër meme më vete. Absolut, po e pash atë. Edhe, po nuk ishte vetëm me, nuk e bënte vetëm me make-up, ishin ekspresionet e mia, jam super ekspresive, ma kishin kap një moment, kështu jam nek. Ke një plan për ëndrat do më thënë për verën, vera është përpara, po muzika i mbizotron gjitha këto plane. Është po themi projekti yt më madhor është përfshirë në muzikë, ajo do jetë projekti kryesor apo jo? Vetëm këngë të reja, edhe shumë koncerte, edhe shumë më pranë gjithë njerëzve që më duan muzikën edhe më dëgjojnë. Gëzuar për një karrierë të bukur, tënden edhe për një sukses që jam i bindur që do të shoqëroj. Ke krijuar një profil shumë të mirë, besoj ta kanë thënë shumë njerëz dhe të uroj që të shkojë sa më mbar. Gëzuar edhe për Late Night. Edhe amanet karrierën. Amanet podcastin. Amanet Late Nightin. Amanet Late Night. Gëzuar. Cheers.